Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin me ju. Si gjithmonë falënderimet tona janë për Allahun fuqiplot, ndërsa përshëndetjet janë për Zotrinë e njerëzimit Muhamedin, familjen, shokët dhe gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij deri në amshim. Duaja është lidhje e veçantë e besimtarit me Zotin. Është lidhje pandërmjetës. Është mënyrë se si besimtari i shprehet Zotit të vet, i ankohet, i parashtron kërkesat. Në Kur'an dhe në Sunet na është bërë me dije se duaja është rrugë që nuk dështon. Është mënyrë që na çon tek Allahu te bareke ve teala. Prandaj është llogaritur dhe është vlerësuar në shkallë siprore. Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë: "Leysa shay'un akrama 'ala Allahi min ad-du'a." Nuk ka gjë më me vlerë dhe më të çmuar për Allahun se sa duaja. Mbase për këtë duaja, siç ka thënë edhe dietari i madh Bekr Abu Zeidi, është ajo me të cilën Allahu e ka hapur librin e tij, por edhe e ka mbyllur. Pra, kaptina Fatiha është një kaptinë në të cilën përfshihen lutje, sikur që edhe kaptina Nas, kaptina fundit, është kaptinë në të cilën përfshihen lutje. Vlera e duas nuk qëndron thjesht në fuqinë e saj, por edhe në atë se si duaja është një rrugë e shkurtër e realizimit të synimeve dhe qëllimeve tona. Duaja është ajo kërkesa të cilës Allahu te bareke ve teala i përgjigjet. Allahu ka thënë: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Kur robërit e mi të pyesin për mua, unë jam afër tyre. Pra, Allahu te bareke ve teala është afër nesh, i dëgjon hallet tona, ankesat tona, rënkimet tona, kërkesat tona, dhe Allahu te bareke ve teala na përgjigjet. Për këtë arsye, Allahu na ka urdhëruar në Kur'anin famadh dhe ka thënë: "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Zoti juaj ka thënë: "Më lusni që unë t'ju përgjigjem juve." Duke marrë këtë ajet parasysh, disa prej dietarëve kanë thënë se distanca ndërmjet një lutje është "më lusni që t'ju përgjigjem". Pra, në momentin që i e lutur, lutja jot vetë se është përmbushur. Se duaja e ka një rëndësi teje të madhe, një pozitë jashtëzakonisht të lartë, flet fakti se në qoftë se ne e braktisim këtë mundësi, këtë rrugë, këtë mënyrë, atëherë ne në fakt jemi ekspozuar hidhrimit të Allahut te bareke ve teala. Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë: "Men lam yas'alillah yaghdab alayh." Ai që nuk e lut Allahun, nuk kërkon prej tij, nuk ja parashtron kërkesat dhe ankesat atij, Allahu do të jetë i zemëruar me të. Pra, duaja është një mundësi që nuk duhet shpërfillur, por jo çdo dua është e pranuar. Ndonjëherë disa lutje për shkak të disa gjërave që ne i bëjmë, edhe pse mund të përmbushin të gjitha kushtet teknike të quaja kësaj, nuk pranohen. Nuk pranohen sepse ne kemi çaluar diku dhe lutjet tona janë të pezulluara, jo të refuzuara, por janë të pezulluara dhe të kurzuara me rikthimin tonë në gjendjen e kërkuar. Një ditë Ibrahim bin Edhemit, një dietari dhe asketit të madh, i tha dikush prej besimtarëve: Allahu po thot në Kur'an: "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Zoti po thot: "Më lusni që unë t'ju përgjigjem." E si ndodh që ne lusim Allahun dhe Allahu nuk na përgjigjet? Ibrahim bin Edhemi tha kësaj: "Kjo ndodh për shkak të 5 gjërave. E para, e keni njohur Allahun, por nuk e keni çuar në vend
hakun e tij, të drejtën e tij. E dyta, e keni lexuar Kur'anin, por nuk keni vepruar sipas tij. E treta, keni thënë se e duan profetin, por e keni lënë sunetin e tij. E katërta, keni thënë se e mallkojmë iblisin, ndërsa në fakt ju jeni bindur atij. Dhe e pesta, i keni braktisur të metat tuaja dhe po merreni me të metat e të tjerëve. Pra janë këto 5 shkaqe që sipas Ibrahim bin Edhemit ndikojnë në mospranimin e menjëhershëm të një luktje. Se sa janë të rëndësishme këto, ne me lejen Allahu te bareke ve teala do të mësojmë në vazhdim. Por fillimisht do donim që të ofrojmë një përmbledhje biografike, ashtu siç e kemi bërë traditë tashmë. Të njihemi me këtë burr të madh, me këtë dietar, me këtë asket, i cili vërtet është i rrallë për nga vlerat dhe tiparet që ka pasur. Ibrahim bin Edhemi i përket brezit tabiinve. Ka lindur dikur rreth vitit 100 sipas hijretit, ka lindur në Mekë. Babai dhe nëna e tij kanë ardhur për ta kryer haxhin dhe gjatë ditëve të haxhit ka lindur Ibrahim bin Edhemi. Siç përmendet në përshkrimet biografike, ai rrjedh nga një familje e pastër, madje babai i tij është vlerësuar të ketë qenë një lloj mbreti i cili ka pasur pushtet dhe pasuri. Dhe kjo ka bërë që Ibrahimi në familjen e tij të hershme të ketë një jetë të begat, një jetë luksoze, një jetë përplot të mira. Por Ibrahimi me kalimin e kohës e ka lënë luksin për t'ju kthyer asketizmit. E ka braktisur dynjan për t'ju rikthyer vlerave të vërteta shpirtërore. Është kthyer sërish në Mekë dhe aty është shoqëruar me Sufjan Thauriun, dhe Fudail bin Iyadin. Dhe këta dy, Sufjani dhe Fudaili, kanë qenë njëherësh edhe nxënës të tij. Më pas Ibrahimi ka shkuar në Sham, ku ka jetuar deri në vdekje. Ka ngrënë nga ajo që e fitonte me dorën e tij, pra e ka braktisur një jetë luksoze, ka pasur mundësi që të jetë trashëgimtar i një pasurie të madhe, por nuk i ka bërë këtë gjë. Ka ngrënë vetëm nga ajo që ka punuar, pra nga fitimi që e ka pasur nga puna e vet. Ka punuar sigurisht se punë të rëndomta, punë të thjeshta, punë krahë, siç themin në gjuhën popullore. Kishte një vullnet të jashtëzakonshëm, pra për të e rëndësishme ishte që ta fitonte pasurinë halal dhe nuk shikonte se çfarë pune bënte. Kishte aq shumë vullnet saqë në raste të caktuara puna e tij matej me punën e 10 burrave. Punonte dhe citonte këto vargje. Thoshte: merre Zotin për mik, e nga njerëzit largohu dhejk. Pra, përkushtoju vetëm Zotit tënd dhe mos shiko se çfarë thonë të tjerët për ty. Ishte bujar, ishte dordhënës dhe ishte modest. Ai thoshte kësaj: kujdes nga mendimallësia dhe vetmashtrimi me veprat. Shikoni sa i përket gjendjes materiale, ata që janë poshtë jush dhe jo ata që janë sipër jush. Kush e ul veten për hir të Zotit, Zoti ka për ta ngritur atë. Pra, Ibrahim ishte i veçantë. I veçantë edhe në kuptim të dijes, i veçantë edhe në kuptim të vlerave, edhe në kuptim të punëve të cilat i bënte. Prandaj disa dietar e kanë vlerësuar aq shumë saqë Sufjan Thauriu, të cilin ne veç e përmendëm, konsideronte se Ibrahim bin Edhemi i ngjante Ibrahimit alayhis salam. Dhe thoshte sikur
Ibrahimit kishte qenë sahabit, kishte qenë në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, do të kishte qenë prej sahabeve të dalluar. Pra, po të kishte jetuar në kohën e sahabeve, sigurisht se do të kishte qenë prej sahabive të dalluar. Bishr Hafiu ka thënë kësaj: Ibrahimi ka qenë një njeri i cili nuk ka ngrënë nga feja e vet. Pra, ka pasur një autoritet të madh, ka pasur një famë teje të madhe, që po të donte, do ta shfrytëzonte dhe do të bënte jetë luksoze. Por Ibrahimi nuk e ka shitur fenë e vet dhe nuk ka pranuar që të hajë nga feja e vet. Ka punuar me dorën e vet dhe ka bërë jetë modeste, jetë të thjeshtë, por asnjëherë të vetme fenë e Zotit nuk e ka shfrytzuar që të përfitojë të mira materiale për veten e tij. Ibrahimi ka vdekur në vitin 161 ose 162 sipas Hijretit, dhe disa biograf kanë përmendur se ka vdekur duke qenë i angazhuar në një prej ushtrive muslimane për përhapjen e fesë Allahut te bareke wa taala. Pra, siç mund ta njohim nga ky prezantim i shkurtër, Ibrahimi ka disponuar me tipare të atilla që e kanë ngritur vërtet lart dhe që ja vlen ne t'i referohemi dhe ta kemi si pasqyrë për vlerat dhe tiparet. Tani, na lejoni që me lejnë Allahu te bareke wa taala, ne të vazhdojmë me shpjegimin e këshillave të tij, në mënyrë që të kuptojmë se sa të rëndësishme janë ato dhe se pse ne duhet t'i kushtojmë rëndësi atyre që në mënyrë që duat tona të mos jenë të refuzuara. Këshilla e parë e Ibrahim bin Edhemit është se arsye pse nuk po pranohet lutja është nga se ju e keni njohur Allahun te bareke wa taala. E keni pranuar në mënyrë deklarative se ai është Zoti juaj, se ai meriton të adhurohet, se atij duhet t'i kushtohet lutja dhe adhurimi. Por në fakt, në të vërtetë, në rrafshin praktik, jo nuk i keni quar në vend të drejtat e Allahut te bareke wa taala. Ne, siç e dim, në jetën tonë kemi të drejta dhe obligime. Dhe në respektimin e quarin në vend të këtyre drejtave dhe obligimeve, ne sigurisht se për shkak se janë shumë, atëherë ju japim përparësi dhe prioritet atyre që janë më të rëndësishme. E ku ka të drejta dhe detyrime më të rëndësishme se sa detyrimet që ne i kemi ka shi Allahut te bareke wa taala? Prandaj të drejtat e Allahut janë të parat që ne duhet t'i çojmë në vend, për shumë arsye. E para se Allah është ai që ne ka krijuar dhe ne për ekzistencën tonë i detyrohemi pikërisht Allahut te bareke wa taala. Allahu ka thënë në Kur'an: "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum." Allahu është ai që ju nxorr juve nga barqet e nënave tuaja. Pra, Allahu në ka krijuar, Allahu në ekzistenca jonë i detyrohet vetëm Allahut te bareke wa taala. Prandaj ne duhet të jemi mirënjohës ndaj tij dhe duhet t'ia kushtojmë adhurimin. Për këtë arsye, është e drejtë ekskluzive Allahut te bareke wa taala që ai të adhurohet. Allahu ka thënë: "Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a." Adhurojeni vetëm Allahun dhe mos i shoqëroni atij asgjë në adhurim. Pra, ne adhurojmë Allahun te bareke wa taala sepse kjo rrjedh përveç tjerash nga ky fakt se ai na ka krijuar neve dhe nga fakti tjetër se ai ka marrë besën që ne ta adhurojmë atë. Quarja në vend e kësaj të drejte ka të mira të shumta. Sigur që, siç e pam, ka edhe pasoja nëse ne nuk e çojmë në vend. Refuzohen doat, madje ne do të shohim që ka edhe pasoja tjera të mëdha nëse refuzimi është edhe mohues. Por nëse ne do t'i çenim në vend të drejtat Allahut te bareke wa taala, atëherë Allahu sikur që qëndron në një prej haditheve të pejgamberit alayhis salatu wassalam na ka premtuar
se në këmbim ne do të kemi faljen dhe xhenetet e tij. Muadhe, një shok i pejgamberit alayhis salatu wassalam, transmeton se një ditë Muhamedi alayhis salatu wassalam i ka thënë kësaj: O Muadh, a e di se cila është drejta e Allahut tek robrit dhe cila është drejta e robërve tek Allahu te bareke ve taala? Muadhi, sikur të gjithë sahabët tjerë që dalloheshin për etikë të madhe, tha: Allahu dhe i dërguari i tij din më së miri. Atëherë Muhamedi alayhis salatu wassalam tha: e drejta e Allahut është që të adhurohet vetëm ai, ndërsa e drejtë e robërve është që nëse ata e kanë adhuruar vetëm Allahun, Allahu t'i falë dhe t'i dërgojnë në xhennet. Pra, nëse ne e adhurojmë Allahun te bareke ve taala, nëse ne e çojmë në vend këtë drejtë Allahu xhallahu ala, ne si shpërblim do të kemi xhennetin e Allahut te bareke ve taala. Ndërruar vëllezër, arsyeja pse ne duhet të adhurojmë Allahun te bareke ve taala është se në të vërtetë adhurimi është sekreti i ekzistencës tonë. Arsyeja pse ne jemi në këtë botë, pse ne kemi ardhur në këtë botë, pse ne kemi një qëndrim përkohshëm në këtë botë, është që të bindemi Allahut dhe ta adhurojmë vetëm atë. Allahu ka thënë: "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Vetëm për të më adhuruar i kam krijuar xhenët dhe njerëzit. Pra qëllimi i ardhjes sonë në këtë botë, përderisa ne nuk do të jemi të përhershëm këtu, është që jo të mendojmë vetëm për këtë botë, jo të japim tërë mundin dhe kontributin tonë vetëm për këtë botë, por të adhurojmë vetëm Allahun te bareke ve taala dhe fokusi ynë, përkushtimi ynë, angazhimi ynë duhet të jetë në këtë drejtim, pra që vetëm Allahu te bareke ve taala të adhurohet dhe askush tjetër pas tij. Ndryshe, ekzistenca jonë, jeta jonë nuk do të kishte kuptim. Pra nëse ne nuk do të adhuronim Allahun, nëse nuk do të kishim një qëllim të lartë në jetën tonë siç është adhurimi, jeta jonë nuk do të kishte kuptim. Allahu ka thënë: "E fahsibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un." Amazval, ju keni menduar se ne ju kemi krijuar së kote dhe se ju nuk do të theheni tek ne? Pra, nëse ju mendoni se në këtë botë nuk duhet të adhuruar Allahu xhallahu ala, nëse ju mendoni se në këtë botë nuk keni një qëllim pse keni ardhur, gaboni, nga se Allahu, i cili dallohet për urtësinë e tij, nuk krijon asgjë së kote. Dhe rrjedhimisht njeriu i cili ka dalluar nga të gjitha krijesat, e ka krijuar të tillë që ta adhurojë Allahun te bareke ve taala. Andaj ikja nga adhurimi, ikja në të vërtetë nga ky qëllim pse jemi krijuar, në të vërtetë është me pasoja të mëdha edhe në këtë botë, por edhe në botën tjetër. Në këtë botë, nga se Allahu ka thënë: "Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka." Ai njeri që i ja kthen shpinën fesë time, pra ai njeri që ikën prej këtyre qëllimeve, ai njeri që nuk e adhuron Allahun te bareke ve taala, ai njeri që nuk i çon në vend të drejtat Allahut te bareke ve taala, ai do të ketë jetë të mjeruar. Kjo në këtë botë. Ndërsa në botën tjetër, Allahu në ka treguar se ai do të privohet prej xhennetit. Innehu me yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-janna. Vërtet, ai që i ka përshkruar Zotit shok, ai në të vërtet do të jeti privuar nga xhenneti, nga se ati Allahu te bareke ve taala i ka ndaluar hyrjen në xhennet. Për më tepër, adhurimi se drejt e Allahut që ne duhet ta çojmë në vend, është një detyrë, një detyrim jetësor që ne duhet ta kryejmë për aq sa jemi në këtë botë. Allahu ka thënë: "Wa'bud rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin." Adhuroj Allahun deri në vdekje.
Pra, ne sa të jetojmë në këtë botë, kemi ardhur për këtë qëllim dhe puna jonë me këtë detyrë, me këtë obligim, mbaron vetëm atëherë kur ne të mos jemi më në këtë botë. Prandaj, nëse ne e çojmë në vend këtë detyrim, Allahu te bareke ve teala në këmbim do të na jap të mira të shumta, do të na përgjigjet në lutje. Nëse ne bëjmë të kundërtën, pra nuk e adhurojmë Allahun te bareke ve teala, ne do të privohemi nga pranimi i lutjes, por Allah na ruajt edhe do t'i ekspozohemi disa rreziqeve, cilat mund t'jenë me pasoja të mëdha. Ne po bëjmë këtu një pushim të shkurtër me lejen e Allahut te bareke ve teala. Pastaj do të themi sërish që të vazhdojmë me shpjegimin e këtyre pikave ku njeriu çalon dhe për shkak të tyre edhe privohet nga pranimi i lutjes. Qëndroni me ne. Ja u kthyem sërish me lejen e Allahut te bareke ve teala për të vazhduar me shpjegimet e urtarit tanë, e dietarit dhe asketit të madh Ibrahim bin Edhemit. Në pjesën e parë mësuam se ata që refuzojnë të adhurojnë Allahun te bareke ve teala, ata në një farë forme i kanë shkëputur lidhjet me të. Prandaj as lutja dhe as veprat tjera nuk do të jenë të pranuara. Pikë të dytë ose çështje të dytë në të cilën njeriu ngec dhe për shkak të saj nuk i pranohet duaja, është kur ai e kultivon një lloj fetarie formale, kur ai ka prani në jetën e tij, për shembull Kur'ani, por që nuk ka prani në menaxhimin e jetës së tij. Pra është prej atyre lexuesve formal, është prej atyre që Kur'anin ndonë se lexon nuk depërton në zemrën e tij dhe nuk reflekton në veprat e tij. Prandaj me drejt Ibrahim bin Edhemi ka thënë se jo po e lexoni Kur'anin, por nuk po veproni sipas tij. Leximi vërtet i Kur'anit, siç kanë përmendur dietarët, që nga brezat e sahabëve madje, nuk është leximi i germave të tij, është të vepruarit sipas tij. Allahu ka thënë në Kur'an: "Alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati." Atyre që ne ua kemi dhënë librin, ata e lexojnë atë një mend. Ata e lexojnë me lexim të vërtetë. Ata e lexojnë ashtu siç duhet. Pra, e lexojnë duke e zbatuar në jetën e tyre, duke e përfillur në jetën e tyre, duke vepruar sipas mësimeve, rekomandimeve dhe udhëzimeve të tij. Në Kur'anin famad, neve Allahu te bareke ve teala na ofron këshilla të ndryshme, udhëzime të ndryshme, se si Kur'ani duhet të jetë i pranishëm në jetën tonë, pavarësisht se si mund ta shohin të tjerët këtë. Për shembull, ka thënë Allahu: "Ittabi ma uhiya ilayk min rabbik, la ilaha illa hu wa a'rid 'anil mushrikin." Ndiqe dhe pasoj atë që Allahu ta ka shpallë ty. Nuk ka zot tjetër pas Allahut dhe mos qaj kokën se çfarë thonë idhujtarët. Pra, ne jemi të urdhëruar që Kur'anin ta lexojmë, ta zbatojmë në jetën tonë, të jetojmë sipas tij. E pastaj se si na shohin të tjerët, se si na vlerësojnë të tjerët, se çfarë flasin të tjerët për ne, kjo nuk ka asnjë rëndësi. Prandaj muslimani duhet që me veprimet e tij ta kënaqë Allahun te bareke ve teala dhe ta lexojë Kur'anin duke ditur se në fakt fshihen udhëzimet më të mira. Pra, arsye pse ne duhet të referohemi Kur'anit për çdo gjë është nga se ai përmban absolutisht udhëzimet më të mira. Ai përmban mësimet më të qarta, më të bukura. Ai përmban mesazhet më të duhura dhe më të çelluara. Allahu ka thënë: "Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Ndiqeni, lexojeni, zbatojeni Kur'anin, nga se vërtet Kur'ani
udhëzon atë që është më e mira. Pra nuk ka mësim të bukur, të mirë, që na duhet në jetën tonë, e që në Kur'anin fisnik nuk e gjejmë verzionin më të mirë të mundshëm për të. Nga se Kur'ani është fjalë Allahut te barekuhu te ala. Dhe fjala e Allahut është e pakrahasueshme. Fjala e Allahut te barekuhu te ala është e pakrahasueshme absolutisht me çfarëdo fjalë tjetër. Ndryshe, nëse ne nuk veprojmë sipas Kur'anit, nëse ne ja kthejmë shpinën Kur'anit, nëse ne veprojmë në kundërshtim me të, atëherë ne kemi bërë një gabim të jetë të madh, pasojat e cilit mund të jenë jashtëzakonisht të mëdha. Allahu ka thënë: وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خَالِدِينَ فِيهَا وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا. Dhe nga ana jon ne ta kemi dhënë ty Muhammed shpalljen për plot përkujtime. Kush ja kthen shpinën Kur'anit, ai në ditën e Kiametit do të bartë një barë të rëndë. Në të do të qëndrojmë përgjithmonë sa barë e keqe është kjo për ta në ditën e Kiametit. Pra ata njerëz që ja kthejnë shpinën fjalës së Allahut xhallahu ala, ata njerëz që braktisin Kur'anin, ata njerëz që nuk veprojnë sipas tij, ata njerëz në të vërtetë do të bartin një mëkat të rëndë, një mëkat të madh, pasojat e cilet pashmangshëm nëse nuk janë penduar, do t'i ndjejnë ditën e llogarisë. Dietarët musliman e më saktë Ibn Qayyimi ka përmendur se mënyra se si manifestohet bojkoti Kur'anit ose shkputja me Kur'anin është në 3 forma. Para, kur ne refuzojmë ta lexojmë dhe dëgjojmë. E dyta, kur ne nuk e marrim halalën dhe haramin prej tij, dhe e treta, kur ne nuk e marrim për gjykatës në jetën tonë. Pra kur Kur'ani ka një prani solemne, një prani dekorative dhe jo një prani udhëzuese, një prani orientuese, një prani të atill që bën të gjykojë me neve dhe jetët tona. Së këndemi si besimtar, nëse duam që të kemi lutje të pranuara, Kur'ani duhet të jetë prioritet ynë. Duhet ta lexojmë, duhet të punojmë sipas tij, ndryshe refuzojmë që jo vetëm lutjet na refuzohen, por edhe vepra tjera. Çështje tjetër që Ibrahim bin Edhemi, Allah mëshiroft, ka ngritur dhe që është vërtet për të diskutuar, nga sa jo ndikon përveç tjerash edhe në refuzimin hynor për neve dhe lutjet tona, ka të bëjë me raportin tonë me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Ne kemi thënë se duam pejgamberin alayhi salatu wassalam, por cila është domethënia e vërtet e dashurisë. Dashuria është deklarative, a është pretendim, apo dashuria duhet që të merr formë, të merr trajt. Dashuria e vërtet për Muhamedit alayhi salatu wassalam është dashuri fetare. Pra, për te emocionit është parim dhe besim. Prandaj duhet që të dominojnë mbi anën tonë emocionale. Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë: "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in." Nuk do të arrijë dikush që ta ketë besimin e plot, përderisa mua nuk më do më shumë se sa fëmijën, prindin dhe të gjithë njerëzit. Pra, për neve Muhamedi alayhi salatu wassalam nuk është thjesht një figurë, nuk është thjesht një njeri. Është dikush që dashuria për të është besim. Është dikush që ne nëpërmjet dashurisë son për të e manifestojmë edhe besimin ton të vërtet. Pra, ta duash Muhamedit alayhi salatu wassalam nënkupton që ta dëshmosh besimin tënd. Prandaj kjo dashuri nuk ka si të mos përkthehet në vepra. Përderisa lidhet me besimin, ajo duhet që të përkthehet edhe
edhe në vepra. Allahu në Kur'an në ka treguar dhe ka thënë se kjo dashuri për Muhamedit alayhi salatu wassalam është tregues edhe i dashurisë për të. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Thuaj, nëse ju e doni Allahun, atëherë më ndiqni mua. Nëse ne ndjekim Muhamedit alayhi salatu wassalam, nëse ne ecim hapave të tij, nëse ne punojmë sipas këshillave të tij, atëherë ne në të vërtetë e kemi dashur edhe Allahun te bareke wa taala. Pra janë të ndërlidhura këto gjëra ndërmjet vete, dashuria për Muhamedit sa dashuria për Allahun te bareke wa taala, andaj njëra patjetrën nuk shkojnë. Muhamedi alayhi salatu wassalam na ka treguar se ndjekja e tij, ecja rrugës së tij, ecja hapave të tij është thelbi dhe ajka ose bërthama e dashurisë për të. Është diçka që ne duhet ta bëjmë patjetër, sepse kjo është edhe fe. Ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawah taban lima bih. Nuk ka besuar dikush prej jush, në qoftë se edhe epshi i tij nuk është në përputhje me mësimet që unë predikoj. Pavarësisht se dietarët kanë folur për këtë hadith në kuptimin e senedit të tij, ajo që unanimisht do thosha janë të pajtimit se domethënia e tij është e vërtetë. Pra hadithi ka kuptim të saktë dhe ne për të qenë besimtar të dalluar, besimtar të vërtet, na duhet që në jetën tonë çdo gjë ta bëjmë konform këshillave, rekomandimeve, udhëzimeve të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Ndryshe, nëse e refuzojmë atë, nëse ja kthejmë shpinën atij dhe fjalëve të tij, nëse ai nuk ka praninë në jetën tonë, atëherë ne i ekspozohemi një rreziku teje të madh, për të cilin Allahu te bareke wa taala është betuar në Kur'an. Pra nuk bëhet fjalë për një rrezik të thjeshtë, por për një rrezik të atill për të cilin Allahu te bareke wa taala është betuar në Kur'an dhe ka thënë fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainhum. Pasha Zotin tënd o Muhammed, ata nuk kanë besuar përderisa ty të mos marrin si gjykues ndërmjet tyre. Pra në qoftë se Muhamedi alayhi salatu wassalam, në qoftë se predikimi i tij, këshillat e tij, suneti i tij nuk janë kryefjalë fetarisë son, atëherë ne rrezikojmë që madje edhe besimin ta kemi si skelet, ta kemi si gërmadh, jo si diçka që i jep hieshi jetës son, shpirtit ton, por si diçka që fetarin ton mund ta shndrojnë në diçka të frikshme. Prandaj na duhet që për ta dëshmuar besimin, për ta jetësuar në praktik, ta duam Muhamedit alayhi salatu wassalam dhe këtë dashuri ta përkthejmë duke e zbatuar sunetin e tij në jetën tonë. Kjo na mëson që lutjet tona të jenë të pranuara dhe ne të jemi më afër Allahut xhalla wala, nga se kësaj e fitojmë dashurinë e tij. Çështje tjetër që kanë ngritur Ibrahim bin Adhemi dhe e cila është vërtet e rrezikshme, është ajo e pasimit të djallit. Ne gjithë deklarohemi se nuk e duam djallin, se ai është armiku ynë, se ai na largon nga rruga e drejtë, por në të vërtetë shumë prej nesh jemi viktima të tij nga se i jemi bindur në çastin e tij negative. Prandaj si besimtar, nëse duam që të kemi lutjet pranuara, nëse duam që të kemi duat pranuara, nëse duam që të jemi më pranë Allahut te bareke ve teala, ajo që kërkohet prej nesh është që ne ta kundërshtojmë djallin. Ndryshe djalli vërtet ditë të jetë armik i pabes, ditë të jetë tradhtar i pabes, ditë të jetë i ligë deri në atë masë që njeriu edhe pse nxit që të bëjmë kat, në ditën e llogarisë të distancohet prej tij. Ka thënë Allahu, kemathali shejtan
idh qale lil insani kfur, falamma kafar qala inni bari'un mink, inni akhafu Allaha rabbal alamin. Sikur shembulli i djallit. Hipokritët janë sikur shembulli i djallit, i cili e urdhëron njeriu për ta mohuar Allahun xhallahu ala. E pastaj kur njeriu ta bëj këtë mëkat, djalli ikën prej tij dhe distancohet prej tij, duke thënë se ja ka frikën Allahut te bareke ve taala. Pra ai që bën mëkat, ai që i përgjigjet djallit, le ta di se djalli do të distancohet prej tij. Madje siç ka përmendur Allahu te bareke ve taala në Kur'an, në ditën e llogarisë, djalli në xhehenem do të mbajë një ligjërat ku do të distancohet prej njerëzve. Kështu, nëse ne duam që të kemi lutjet pranuara, duhet të ikim nga djalli. Duhet të përgjigjemi vetëm Allahut te bareke ve taala dhe të dërguarit të tij. Dhe nëpërmjet kësaj ne jemi më afër Allahut, jemi më afër dërguarit të tij dhe gjithsesi se jemi më afër shpëtimit. Dhe çështja e fundit që Ibrahim bin Edhemi, Allah më mëshiroft, ka trajtuar, ka diskutuar se çështje që pengon pranimin e lutjeve tona është kur ne nuk merremi me veten, por merremi me të tjerët. Kjo është vërtet kjo është një nyje që vështirë se mund të zgjidhet, është një problem në cilin bien shumë njerëz, është një çështje nga e cila preken shumë njerëz. Prandaj na duhet të jemi të kujdesshëm. Zakonisht ata që nuk merren me veten e tyre, merren me të tjerët. Zakonisht ata që nuk janë të vetëdijshëm për gjendjen e tyre shpirtërore, janë ata që merren me të tjerët. E kam pyetur Rabi bin Khutheimin, i cili ka qenë prej ndjekësve të sahabiut të dashur, të Abdullah bin Mesudit radhiyallahu anhu, dhe për cilin thjesht sa për informacion Ibn Mesudi ka thënë po të kishte parë Muhamedi alayhis salam do të kishte dashur. E kam pyetur këtë burr të madh. Përse ne nuk të shohim ty kur tek merresh me të tjerët? Nuk dëgjojmë asnjëherë asnjë fjalë që thua për të tjerët. Ka thënë sepse ende nuk e kam ndrequr veten time që të merrem me të tjerët. Nderuar vëllezër, të respektuara motra, askush prej nesh ende nuk ka mbaruar me ndreqjen e vetvetes. Askush prej nesh ende nuk ka arritur që ta vlerësoj veten, ta pastroj veten nga ato problemet e shumta që kemi, dhe në cilat ne vazhdojmë të bijem çdo ditë të vetme të Zotit. Prandaj pse të merremi me tjerët? Për shembull, a nuk kemi çështje të ndryshme që duhet të diskutojmë me vetveten? Ne falim namazin, por se falim namazin? Namazi i cilin ne e falim, a do të jetë namazi pranuar apo jo? Ne lexojmë Kur'anin, por Allah na ruaj, a mund të jetë që leximi i Kur'anit na kthehet si argument kundër nesh, nga se pejgamberi alayhis salam ka thënë që Kur'ani do të jetë o dëshmitar për ne, o dëshmitar kundër nesh. Mund të jetë argument kundër nesh. Ne kemi familjet tona, a kujdesemi për ata që kemi edhe për detyrë parsorë, të kujdesemi për edukimin e tyre, për gratë tona, për familjet tona. Ne kemi prindrit. A jemi prej atyre që kujdesemi për prindrit tanë? Prandaj nëse ne merremi me këto çështje, nuk do të kemi kohë që të merremi me të tjerët. Nëse ne merremi me vetveten tonë, me pastrimin e vetes sonë, nga gabimet, nga gjunat, nga tmetat, nuk do të kemi kohë që të merremi me të tjerët. Në fakt, kjo do të na ofrojë Allahun te bareke ve teala, nga se për gabime, për lëshime, ne do të kërkojmë falje, ne do të pendohemi dhe kësaj do të jemi më afër Allahut te bareke ve teala. Kësaj lutjet tona do të jenë të pranuara dhe me lejen e Allahut te bareke ve teala ne do të jemi prej të shpëtuarve. Pra, nëse duam që të jemi prej atyre që kemi lutjet pranuara,
Ne duhet që ta adhurojmë Allahun te bareke ve teala, duhet që ta lexojmë Kur'anin, ta ndjekim sunetin e Muhamedit alayhi salatu wassalam, duhet që ta kundërshtojmë djallin dhe duhet që ne të merremi me vetveten tonë. Le të shërbejnë këto këshilla të Ibrahim bin Adhemit si orientuese në rrugën tonë drejt Allahut te bareke ve teala, si shenjë në rrugë në mënyrë që të arrijmë tek Allahu te bareke ve teala të pastër nga gabimet, nga lëshimet, nga këto njollat shpirtërore që kanë edhe rrezikun e tyre. Deri në takimin tonë të radhës, Allahu në lësë që neve dhe juve na ketë në mbrojtjen dhe sigurinë e tij. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.